Në studio do të flasim për vazhdimin e fushatës informuese rreth ligjit për të huajt dhe ligjin për automjetët. Ne këtë bisedë do ta zhvilluajmë bashkë me të ftuarit të cilët na vijnë nga Ministria e Punëve të Brendshme, Jeta Tela, shefe e kabinetit, dhe Qëndrim Bytyqi, drejtori i zyrës ligjore. Mirëmëngjesi, mirë se na keni ardhur. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi që ju kemi këtu. Jeta, mundeni me na tregu pak më tepër sa i përket këtyre ligjeve, çka ka dhe pse ka filluar në fakt një fushatë informuese për ta, qysh prej 15 janarit më treguat. Faleminderit shumë, kam të rëndësishme të theksoj që edhe ligji për të huajt, edhe ligji për automjetjet janë ligje që janë në fuqi shumë më herët. Megjithatë, ne e kemi pa të rëndësishme që për të gjithë të huajt që vinë në Kosovë, qoftë si vizitor, qoftë për qëllime studimi apo punësimi, të jenë të njohur me të gjitha rregullat që dalin si nga ligji për të huajt, ashtu edhe nga ligji për automjete. Siç e dini, ne si Republika e Kosovës, të gjitha institucionet e saj e kemi të qartë rrugtimin ton drejt integrimit evropian, dhe kjo parasheh që ne të jemi në përputhje edhe me standardet e Bashkimit Evropian, madje natyrisht që në kuadër edhe të marrëveshjeve të ndryshme, sikurse është marrëveshja për stabilizim asocim, po edhe të gjitha kriteret që dalin pas liberalizimit të vizave, kemi për obligim që t'i përmbushim ato, dhe një nga këto janë edhe përmbushja në plotni e këtyre obligimeve që rrjedhin nga ligji për të huajt dhe ligji për automjete. Dua të theksoj që të gjitha këto ligje janë në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian, dhe si të tilla ne duhet t'i zbatojmë ato, po natyrisht duke pa që kohëve të fundit është rritur edhe numri i vizitorëve që vinë për vizitë në Republikën e Kosovës, por edhe numri i të huajve për qëllime të pune, e kemi pasi të domosdoshme që të ndërmarrim një fushatë periudhë informuese ku të gjithë të huajt mund të informohen se cilat janë obligimet që ata duhet të i plotësojnë gjatë qëndrimit në Kosovë. Deri tash kanë pas informata apo jo, apo ju e keni parë të arsyeshme në mënyrë që të shtohen edhe të jeni të sigurt që këto informata arrin deri te ta? Padyshim që në vazhdimsi institucionet të cilët e zbatojnë këtë ligj kanë pas informata të plasuara, megjithatë ne kemi pa të nevojshme që të shtrijmë procesin e informimit dhe të ofrojmë edhe çfarë do informate tjetër më të detajuar sa i përket lejeqëndrimeve, sa i përket qarkullimit me mjete të huaja në Kosovë. Po, atëherë për këtu do të ndalim edhe pas pak do flasim, po flasim edhe për përmbajtjen ligjore të këtyre ligjeve. Do thotë çka përmbahen dhe çka kemi, cilat nene janë ato. Atëherë këto dy ligji për të huajt përmban obligime për shtetasit që nuk janë shtetas Kosovës, personat e huajt që nuk janë shtetas Kosovës, ndërsa ligji për automjete ka dispozita edhe për shtetasit e Kosovës, për qytetarët tonë, por edhe për të huajt. Ligji për të huajt zbatohet për gjithë ata të cilët dëshirojnë të vinë në Kosovë, qoftë për qëndrime afatshkurte, për vizita ose për punë, për qëllime tjera. Fillimisht ligji e rregullon çështjen e hyrjes, kriteret dhe procedurat se si një person mund të hyjë në Kosovë, duke përcaktuar fillimisht se për të hyrë në Kosovë duhet me pas vizë nëse kërkohet, ose ka edhe listën e vendeve të cilat nuk kërkohet viza për me hyrë në Kosovë. Përveç vizës, ligji kërkon që secili nga personat që dëshiron të hyjë në Kosovë të dëshmoj se ka mjetet mjaftueshme për të qëndruar në Kosovë, varësisht prej kohëzgjatjes sa do të qëndroj. Përveç kësaj, ligji parashet që i huaji nuk duhet të ketë ndaljes hyrje për të hyrë në Kosovë, edhe nuk duhet të përbëjë rrezik për rendin ose për sigurinë e vendit. Gjithashtu ligji parashet dhe obligime që të huajt kanë në momentin e hyrjes në Kosovë. Njëra prej tyre është lajmërimi i adresës. Në afat prej 3 ditësh prej momentit që i huaji hyn në Kosovë në stacionin më të afërt policor. Pastaj ligji e rregullon edhe çështjen e qëndrimit afatshkurtër deri në 90 ditë, brenda 180 ditëve, për qëllime vizite ose turistike, ndërsa për qëllime më të gjata, për qëndrim më të gjatë në Kosovë, ligji kërkon që i huajit pajiset me lejeqëndrim, varësisht nga qëllimi i qëndrimit të tij. Qëllimet sipas ligjit mund të jenë për punë, për edukim, për kërkime shkencore apo për bashkim familjar. Përveç kritereve të qëndrimit, ligji parashef edhe masat ndaj të huajve që nuk i zbatojnë
këto dispozita dhe nuk pajisen me dokumente. Gjithashtu parashef edhe masa më të rënda në rast që ka shkelje më të rënda të... Për shembull, a na lejohet me i përmend këtu apo jo? Xhobitën apo ka masa largimi nga vendi? Fillimisht, ligji parashef që masa duhet jenë proporcionale dhe individuale për secilin person, varësisht prej shkeljeve. Është mirë me theksu në fillim që qëllimi jonë edhe përmes kësaj fushate është që qytetarët njoftohen për obligimet e ligjit, mënyrë që xhobitja ose masat dëshkuese mos jenë primare, po primare tjetë regullimi statusit tyre, pastaj masat dëshkuese t'jenë vetëm si elementi fundit në rast se nuk zbatohen këto dispozita. Ligji parashef masa duke fillu nga gjoba, pastaj revokimi ose anulimi leje qëndrimit nëse bëjnë shkelje gjatë kësaj periudhe, largimi nga territori i Kosovës, deri tek masa më e rëndë që është ndalesa e hyrjes për një periudhë prej 1 muaj deri në 5 vite, por gjitha këto duhet bëhen në mënyrë individuale për secilin person, varësisht nga shkelja. Ndërsa pjesa tjetër e ligjit, ligji për automjete, në këtë pjesën e fushatës ne jemi fokusu ma shumë të obligimet që janë të huajve në raport me veturat që janë të regjistruara jashtë vendit. Ligji parasheh kritere qoftë për shtetas të huaj, qoftë për shtetasit tonë që kanë vetura që janë të regjistruara jashtë vendit. Ligji lejon që këto vetura qarkullojnë Kosovë deri në 3 muaj, që nga momenti i hyrjes, por gjithashtu ka edhe kritere që si duhet të qarkullojnë të vetura, autorizimet që duhet i kenë, por edhe përveç kësaj parasheh edhe kritere tjera që janë afatet për import, nëse një qytetar importon një vetur prej një vendi tjetër që është afati 8 ditë, edhe regula tjera që ne i kemi shpërnda dhe jemi duke u mundu me informu qytetarë. Që pastaj në qoftë se informojnë, ta regjistrojnë tutje edhe këto apo të vazhdojnë me regjistrimet brenda këtyre afateve ligjore në mënyrë që ligji sqaron të dy situatat, edhe rastet kur një qytetar jeton jashtë vendit, ka një vetur të regjistruar jashtë vendit, edhe vjen Kosovë për vizit. Aty ligji lejon qarkullimin 3 muaj brenda afatit prej kur hyn vetura, ndërsa në rastet kur një qytetar i Kosovës që nuk ka një leje qëndrim në një vend tjetër, e importon një vetur prej vendeve tjera, e ka obligimin që brenda 8 dite ta regjistroj veturën në targa të Kosovës. Po e kuptoj, me qënë se fushata ka fillu qysh prej datës 15 janar dhe do të vazhdoj deri ma datën 15 mars, apo jo, qysh është zhvillu kjo fushat deri ma tani dhe qysh ka qenë bashkëpunime edhe me qytetarët, po edhe me institucionet e tjera? Po, ne kemi para pa këtë periudhë 2 mujore që tjetë një periudhë informuse mjaft intenzive. Fillimisht kemi filluar që të bëjmë publikimin e informacioneve në të gjitha pikat kufitare dhe në aeroportin e Prishtinës për të 2 ligjet. Më pas, natyrisht që e përmenda dhe në fillim, me qenë se kemi një rritje të numrit të huajve që vinë në Kosovë, gjithashtu kemi bërë edhe disa veprime brenda Ministrisë së Brendshme, si kurse në ngritjen e kapaciteteve të stafit, kapaciteteve njerëzore brenda divizionit për të huaj, në mënyrë që t'i zvoglojmë radhët e pritjes për të aplikuar për leje qëndrime. Po ashtu ka dalë si kërkes që të jemi më afër qytetarëve, fillimisht ne kemi bërë edhe angazhimin e disa zyrtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme, i kemi trajnuar ata që të shërbejnë fillimisht në 3 komuna, në komunën e Mitrovicës së Veriut, në komunën e Gjilanit dhe në komunën e Prizrenit, që pas datës 15 mars, qytetarët nga këto rajonet mund të aplikojnë në këto 3 komuna. Gjithashtu në këtë periudhë informuese, përveç kësaj kampanjës tradicionale, vazhdimit të shpërndarjes së broshurave, gjithashtu jemi duke punuar në një videospot ku do t'jenë të gjitha regullat dhe të gjitha informatat të publikuara dhe do të mund t'i transmitojmë si në televizionet nacionale edhe ashtu në ato lokale, po ashtu në 3 gjuhët, gjuhën shqipe, gjuhën sërbe dhe gjuhën angleze. Gjithashtu në këtë periudhë informuese kemi para pa që të kemi edhe takime
për shembull me asociacione të ndryshme të bizneseve, sepse dhe ata kanë obligime në rastin e deklarimit për shembull të huajve që ata i pranojnë, por po ashtu edhe takime me organizata të ndryshme jo qeveritare, takimet të drejt për drejta me qytetarët në mënyrë që të shtrim informacionin gjithandej. Po ashtu jemi duke punuar edhe në njoftim përmes SMS-ve dhe duke i parë vazhdimsi, duke i monitoruar si po shkojnë, cilat janë kërkesat e pyetjet që mund t'i marrim, që i plasojmë kryesisht në vetfaqen e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Gjatë kësaj periudhe ne kemi punuar edhe në disa flet udhëzime, disa checklista për qytetarët që të kenë më të qartë cilat janë kriteret për shembull që duhet për leje qëndrim për qëllime pune, për studime apo kërkime shkencore dhe të gjitha ato janë të tashmë të qasshme në vetfaqen e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Nuk e din nëse kemi tash statistika, ka ndryshuar qysh prej kësaj fushata apo jo, apo i takon divizionit për të huaj që merren ndoshta edhe me këtë punë për me pa nëse ka pas efekt fushata deri më tani ose jo. Po e shohim që ka interesim, sepse jemi duke pranu edhe pyetje përmes zyrës për informim, qoftë prej gazetarëve, të cilët kërkojnë sqarime për dispozita të ndryshme ligjore, por ka edhe qytetarë dhe të huaj të cilët na drejtohen me pyetje për të marrë përgjigjet për çështjet që ata janë. Sepse deri më tani derisa kemi lëviz me viza, ne i kemi ditë pak a shumë çush ekzistojnë këto rregulla dhe çush janë ligje ndoshta në vende të tjera, por sa i përket meje, nuk jam dalë ndonjëherë me mendu çush kanë të tjerët në Kosovë. Kur vinë edhe të huajt, andaj mirë që e shpjeguam edhe e sqaruam edhe këto në emisionin e mëngjesit, pastaj detajet e tjera patjetër mundeni me gjetë edhe në webfaqet e Ministrisë Punëve të Brendshme. E përmendëm edhe më herët që duhet me lajmëruar dhe adresën ku qëndrojnë, çush është kjo? Munden me hyjë në webfaqe, kanë link që do të thotë aty ku vegza të ndryshme, ku i dërgojnë adresat, dëshmi, apo duhet me ardhë direkt tek Ministria? Çush qëndrojnë këto? E përmendëm që është obligim që kur hyn në Kosovë brenda 3 ditësh i huaji duhet të lajmëroj adresën se ku qëndron dhe kjo është e paraparë që të bëhet në stacionin më të afërt policor. Natyrisht ne kemi avancuar dhe në këtë drejtim dhe jemi në përfundim e sipër të aplikacionit i cili do të jetë i qasshëm për qytetarët e huaj, vizitorët që vinë në Kosovë dhe në momentin që ata hyjnë në njërin nga pikat kufitare, do të vijë një mesazh i cili ju dëshiron mirëseardhje në Republikën e Kosovës dhe i drejton në linqet përkatëse ku mund të marrin informacionin, njëkohësisht edhe në linkun ku ata online përmes aplikacionit dhe përmes webfaqes së Policisë së Kosovës, pa pas nevojë të shkojnë në stacion policor nëse nuk dëshirojnë ta bëjnë një gjë të tillë, të mund të bëjnë shumë lehtë deklarimin e adresës. Edhe ju kursen kohën edhe janë më të lehtë në orientim për gjithçka. Gjithçka, do të thotë po i hapim të gjitha kanalet për ata që nuk dëshirojnë me përdor aplikacionin, mund të shkojnë në stacionin më të afërt policor, për të tjerët, siç e dim shumica tashmë po e përdorim çdo ditë, mund të bëjnë aq shumë thjesht përmes aplikacionit. I përmendëm disa herë leje qëndrime. Do të thotë ekzistojnë disa lloje të leje qëndrimeve, qoftë për punë, qoftë për studime, sa dhe çysh edhe për këto munden me apliku ndara sa? Leje qëndrimi e sqaruam më herët që jepet për qëndrime që janë më gjatë se 90 ditë. Ligji parashet disa lloje të leje qëndrimeve. Fillimisht është leje qëndrimi për qëllime punësimi. Çdo i huaj që dëshiron me ardhur në Kosovë edhe me punu, mundet me u pajis me leje qëndrim për qëllim punësimi. Secilin nga llojet e leje qëndrimeve i ka kriteret edhe dëshmitë që duhet me dëshmuj huaj për me punu. Qysh e ka jeta, këto i kemi publiku në faqet ministrisë me checklista ku edhe vetë i huji para se me dorëzu aplikacionin e shef se çfarë dokumente i duhen për me apliku edhe e verifikon nëse i ka të gjitha dokumentet ose jo. Puna të ne lejohet për gjitha kategoritë për çdo lloj punësimi. Ligji e parashef edhe vendosin e kuotave për profesionet caktune, po deri më tani ne nuk kemi kuota, që i bie se të huajt mund të punojnë çfarëdo pune me kusht që puna edhe dëshmit, dokumentet që i ka kontrata e punës janë përputhje me ligjin e punës në vendin tonë. Leje qëndrimi zakonisht jepet për një periudhë 1 vjeçare, me mundësi vazhdimi,
leje qëndrimi i përkohshëm. Përveç punës, i huaj mundet me apliku edhe për leje qëndrim për qëllimet e edukimit, që përfshin qoftë arsimin para universitar në shkolla fillore ose të mesme, arsimin e lartë në universitete, por ligji parasheh dhe leje qëndrim për qëllimet të kërkimit shkencor, që janë qëndrime më të avancuara. Edhe këtu janë kriteret pothuajse të ngjashme që kërkohet me pas një regjistrim me një institucion arsimor të akredituar, pastaj me dëshmu që ka mjetet mjaftueshme për me përballu jetesën në Kosovë, me pas dokument të vlefshëm identifikimi, edhe kritere tjera. Përveç kësaj një lloj leje qëndrimit që përdoret shpesh është edhe leje qëndrimi për qëllim të bashkimit familjar, kur personi huaj ka një familjar në Kosovë, ose një huaj tjetër i cili ka ardhur në Kosovë është pajis me leje qëndrim, dëshiron që me sjell në Kosovë një familjar tina jashtë Kosovës, edhe kjo është mundësi tjetër e leje qëndrimit, që këto janë pak a shumë llojet e leje qëndrimeve që ofrohen për të huajt. Gjitha fillimisht janë të përkohshme, me afat një vjeçar, po që mund të vazhdohen, edhe ligji pastaj njeh edhe leje qëndrime të përhershme, që pas një kohë të qëndrimit me leje qëndrim përhershëm, tuve ju ofrohet edhe mundësia për me apliku për shtetësi. Po. Atëherë po besoj që edhe krejt informatat të theksova edhe më herët munden me i gjejtë e webfaqja e Ministrisë Punëve të Brendshme. Faleminderit shumë për kohën dhe faleminderit për krejto informatat cilat i keni nda me ne. Faleminderit për ftesën. Shumë kënaqësi që ju pata në studio.